Ishim me vizë sezonale në e ka përmend emrin e shtetit dhe ne kemi ardhur nga dhe ka përmend emrin e shtetit. Mirë po vllai u dashurua me një vajzë. Hajt qof për hajër. Mirë po familja jonë nuk e përkrahte për shkak të një etnie dhe feje që kishte ajo vajza. Dhe e detyruam gjithë ne si familje që të ndahet nga kjo vajzë. Mirë po kur erdhëm dhe u kthyem në vendin tonë, vllai tani po na mbyllet në dhomë, nuk shoqërohet më me njerëz dhe ka filluar të shfaqi sjellje të habitshme dhe të çuditshme. I merret frymë atje. Po normalisht si ta dhunosh tjetrin psiqikisht, mos ta lesh më u martu me atë që do. Se ju mashallah ju jeni këto me tradite, me kulturë, këto s'pranojnë gjallë në botë, që feja tjetër. Çfarë problemi ka? Fetarisht, me islam. Asnjë lloj problemi s'ka. Me u martu një musliman me një vajzë të një feje tjetër. Asnjë lloj problemi nuk ka. Asnjë lloj problemi nuk ka. Inshallah, ai bëhet sebeb që të udhëzohet në islam, ku ka më mirë. Sa herë ka ndodhur kjo punë? Ndrydhja, detyrimi, dhuna psiqike, trysnia që ju keni ushtruar ndaj fëmisë tuaj, urdhënon rezultatin. Ky është rezultati. Se ne akoma nuk jemi njerëz, fatkeqësisht. Akoma nuk jemi njerëz. Është problem shumë i madh. Kështu që unë do t'i këshillojsha për hir të Zotit, me që keni bë pyetjen, e para ju të pendoheni tek Zoti, t'i kërkoni falje Zotit për atë që keni bërë. E dyta gjë, të njoftoni djalin që ka drejt prap të lidhet me atë vajzën, edhe kthehet edhe një normalitet lidhja atyre, të boni nikahun, edhe inshallah taala bëheni sebeb që ajo të udhëzohet në islam dhe mos shihni këto gjëra. Mos e shihni këto gjëra sepse është gjuna.